Për ankesat që ka ndodhur, si qëndrojmë me çështjen e asfaltimit rrugëve, pra është një rrugë në Kubaj të Prizrenit nëse nuk gaboj, dhe është e rregulluar vetëm me kubza. Kur pritet asfaltimi tyre apo cilat janë në projekt? Atëherë, për Kubajn, ta shpjegoj pak a shumë si qëndron situata. Në Kubaj ne kemi një kontratë aktive të nënshkruar, e cila përfshin kubzimin, pra vendosjen e kubzave në diku 15 rrugica brenda fshatit Kubaj dhe po ashtu edhe kanalizimi, pra dhe pjesa tjetër infrastrukturore, dhe një pjesë e punimeve ka filluar dhe ka përfunduar, kurse një pjesë tjetër ka mbetur për shkak se kemi pasur probleme përmbarimore. Siç të thash, pra ne kemi një problem të madh të cilat po na merren mjetet pa pasur asnjë njoftim, ne po dojmë me i planifiku mjetet, mirë po neve ministrit nuk po e na lejojnë, thesari nuk po na e lejon që ne ti kemi në buxhet për mjetet përmbarimore dhe ata ti marrin nga ai buxhet, po na i marrin kudo që po i gjejnë dhe kjo po na krijon vështirësi në përfundimin e projekteve. Prandaj ky projekt ka mbetur në gjysmë, po gjithsesi në çdo moment që po kemi mjete, po mundohemi mi kanalizu ato në vendet ku janë nevojat më të mëdha. Ky projekt është kontratë aktive, pra është një projekt i cili do të zhvillohet në vazhdim e sipër, mirë po për momentin vetëm janë ndaluar punimet derisa të krijohen kushtet rrethanore që të vazhdojë projekti. Në të njëjtën kohë ne kemi pasur edhe një kontratë tjetër për asfaltimin e rrugës, kontratë të cilën operatori ka qenë i përgjithshëm dhe kemi përfunduar dhe shumë shpejt kontaktova me drejtorin e shërbimeve publike, më tha se do të zhvillohen procedurat e prokurimit për rihapjen e tenderit për shtrimin me asfalt të rrugës kryesore në Kubaj. Po, dhe dua t'ju pyes pak edhe një problem tjetër, jona pra që flasim për qend e Ndacak. Si qëndrojmë menaxhimin e qendrës Ndacak në Prizren? Atëherë